Ne jemi për zgjedhje të cilat do të mbaheshin sa më shpejt, por varet nga ajo se si do shprehen organet dhe institucionet kompetente të cilat ndjekin situatën me shëndetin. Da li imate jasna, čista pozicija koga treba da se održati izborite u ovaj moment? Ne vlerësojmë që fundi korriku, fillimi i gushtit, janë të gjithë këto afate mund të përmbushen, të respektohen, virulenca e virusit të jetë më e vogël, që të mos rrezikojmë jetën e qytetarëve, por nga ana tjetër fundi i korrikut ka edhe një mesazh tjetër, nuk mund bash zgjedhje për sa kohë që kufit janë të mbyllura. Ne kemi shumë shtetas tonë, qytetarë tonë të cilët jetojnë në vendet e jashtë. Lind pyetja, a kanë të drejtë edhe ato të votojnë ditën e zgjedhjeve? Po kanë të drejtë.